Albana që na kanë nisur javën me hapje petësh. Që ka të shlutur mirë në fundjavë. Mirëmëngjesi. Of ma. Çfarë kemi këto petë sot? Çfarë gatuajmë? Si petët e lazanjës, po. Petët e lazanjës. Si zgatuajmë petët e lazanjës, sa bëjmë edhe petët e byrekut, gjë që do kalojnë në zjerje, nga zjerja kalojnë në atë blanchërimin e famshëm në ujin e ftohtë, vendosen në pecet, që të thahen dhe peta e parë dhe peta e sipërme është petë e tillë, pa u zier. Të tjerat janë çupa në ujë. Në ujë direkt. Qa më duhet? Pa tjetër, po. Më duhet kos, vezë, dhe kur themi ato vezët, vallaj, nga ato më të mira. Pas ke marrë të bardhat, sot? Të bardha, bardhoshe sot. Sot bardhoshet sot. O Vital, masa lash, madje akoma me pend pula, shikemi. 3 vezë në duhet. Dhe ndërkohë që hapen petët e tjera, sepse kulaçkat edhe mund të thahen dhe të kryejnë ato koren sipër, ne shpejt e shpejt së bashku me Anvisa do të mësojmë se çfarë duhet për të ndërtuar këtë recetë. Pra një byrek me peta të zjera, të cilin do ta mbushim me djath, me vezë dhe me kos. Ju dihet që të përdorni një miell të çfarë do lloj përdorimi, siç është atlas. Në sasinë që ju mendoni se ju përmbush nevojat për antarët që keni në familje, zëmbrumin me ujë të vakët, padyshim, dhe më pas me krip. Uthull i ke shtën? Jo, pra ka 3 vezë, krip, 3 gota miell. Pra është treshe serioze, normalisht edhe këtu janë. Të trio, kur thoshin. Vetëm ne jemi dyshe, jo serioze. Po pse? Kemi gatimin në mes. Shkojmë prapë. Kemi gatimin në mes. Si tha, me poetin bëhemi 3, miq të vjetër në moshtëre. Kjo është. Por 1, 2, 3, edhe 4, 7, 8, 9, 10, 10 petë të vogla. Ska, është qift, nuk... Këtu deri diku e qonë pas të edhe në serioze, duke i zgjedhur të gjitha produktet, dhe ne kemi zgjedhur nga kompanit më të mira që i kemi këtu në vendin tonë, për t'i realizuar dhe për t'i gatuar receta, si që është ky byrek me petë të hapura vet, të gatuar dhe të marrin një ngjyrë të verdhë petët. Si e shoh, edhe ti që ke me humor të mirë, në më të mirën e mundshme. Në më të mirën e mundshme dhe Andronidi. Do më jeshtu, se s'ke që të bësh. Jo, ajo është buron, dëgja. Nëse ti nuk të buron, nuk secën. Edhe si kur mos buroj, do pikoj, sepse jemi përballë Anvisave. Dëgjo, pik, do dalim gjithmonë. Pik, vetëm... Qatia, rjetë. Baj, benzina, kur themi, s'ka më pik benzine makina, kurse ne jemi gjithmonë me full. E kam thënë, ne jemi si puna ati trenit me gaz. Po se të ky është një mision që e kemi për Anvisat. Që s'kam pse të ndjejnë Anvisat notat të tilla të jo humorit të mirë. E tjere të tjerë. Tani, apri ca pet juve sot, meni këtë mielin Ola, t'ja u bëj petët flet cigare, sepse ashtu më duhen, edhe bëra laka, ja. Dhe tani, jo më koti lash të tilla. Filloj, për t'i hapur me pak një seshte, se imban ato butësin petët. Tani hap më mirë, hap të parën, normalisht edhe petën e dytë. Të dyja këto i bëj bashkë. E pas ke mbushur me vaj. Pik, do pikoj. Pikatoren, furçën. Edhe këtë tjetrën këtu. Disa petë po, disa petë lartë, ishtë rëmë të këtë. E ke aty, mos u lodhë fare, ako e ke që ta bësh me vaj. Po. Opa, urt, thamë. Sa mora ti 3? 3. 3 petë të vogla. Sepse më duhet
e lëmë njën. Tani, ajo që u hape madhe, ajo do të zjej? Do ta lë pak atë. Atë do ta lë pak. Ne i hapim kaq të mëdha, sa ato kur zjejnë dhe mblidhen. Mblidhen. Dhe vendosen të rrudhosura. Dhe se që kanë një shije të veçantë petët kur fillimisht i zjejmë. Ajo pastaj do të kalojnë në furr për ta pjekur, por provojeni një herë fillimisht me këto petat e zjera, dhe pastaj mbushjen e kemi me vezë, me djath dhe me kos. 3 përbërësit kryesor për mbushjen e byrekut të sotëm. Niki, bëj da të mbushjen ti vetë, pasin ta kam lënë, ma e ma ujnë këtu. Ujnë e ftohtë duhet për t'i kaluar. Për t'i kaluar petët. 3 vezë, do t'i shtojmë në një tas, ku t'i bashkojmë pastaj me ose dhe me djathë. E disi më duket vetja, mam se ato zëgarët i gjuhetis, që shkojmë shumë për tartuf, flasim. Afrojmë dhe them, që përpumi ke më. Po se s'mon drejtë në parë. Edhe ti më pas ishë me nuhati. Si pas ke qënë me nuhati. Jo, nuhati, në punën time nuhati duhet ta kesh. Duhet ta kesh, po. Ka njërës që edhe se ka ndot. Atëre, e lë këtu më një anun, sepse mua më duhet që të kem edhe vëndin goxha të lirë. E ke llogaritur sasinë e kosit, po e shtoj të gjithën, si që është. Atëre. Na duhet që të bëhet një masë. Pra? Masë e plot, nuk po i shtoj Gjithçka do t'i shtosh? Djathi. Gjithçka do t'i shtosh tani. Ajde, nuk të vura furçët kot në kot. Jo, për krypën e kisha, për krypën. A ka djathi mjaftueshëm, a e ke provuar? Jo, se kam provuar. Por është një djathi visë është ka më shumë kryp, djathi lopës ka më pak. Tani. Sërisht. Majmë edhe pak piper, ndoshta i duhet edhe pak. Dhe masa, ja, kremoze, me copëza djathi që ndihen, që janë të pranishme. Gati për ta mbushur. Brumi duket i mirë, se duket që hapen petët shumë kollaj dhe janë elastike, tepër elastike, ndërkohë nga ana tjetër po zihen dhe ujë, në mënyrë që t'i vendosim për t'u zier. Përse i lë normalisht që edhe të shplodhen pak. Sa do forcë t'i ushtrosh, si do që t'i punosh, këto petët nuk qahen. Sërish tani marë. Ta shikni pastaj rezultatin kur t'i vendosim për t'u zier, që ato me njëherë mblidhen, forcohen, sa të pak. Na edhe du të llogarisim disa centimetra më të mëdhaja se sa që duam për tepsin, duke patur parasysh të fartin që ato dhe mblidhen. Që t'i kemi të posaçme për madhësinë e tepsisë që lyhem me vaj. Janë në tillë. E kemi lyer. Pra peta e parë duhet jetë më e madhe. Më e madhe. Një rol të madh luan normalisht edhe
sa boshe kemi tavolinën. Po. Fillojmë ta zjem të parën. Në do ta zish këtë? Jo, kjo është, në këtë mbaje. Kjo do jetë baza. Baza, jo. Mirë shumë. Do vendosim mbushjet e kjo baza? Vetëm vajnë dhe mbushje jo, akoma. Tani, këtu ke gjalp, do bësh spërkatje me gjalp, sepse kam shtuar vajnë aty. Edhe këtë pjesën këtu. Ndjetë kjo e fort aroma i gjalpit e njën, t'jetim dhe pak këtu të mbushja, apo s'duhet? Ndjetë pak aroma. Vetëm largojmë pak tepsin, sepse nuk më lë të punoj. Tani këto janë petë një nga një. Po. Këto do të zien? Po. Pra japim sa baza e tavës. Që pas zjerjes së para po të dytë, sa të provojmë zjerjen e parë që ta shohin zonjat. Edhe këtu është problemi, ja, sa të marri... Paka shumë, kjo është masa që na duhet. Se janë haq të holla. Tani, fillon edhe merr vetë super. Hapja e petës. Hidhim një sy ujit? S'ka gjë, që është e zjerësh, s'ka. S'ka çaj bëjmë neve më tepër. Një ton t'jeti nxehtë që të edhe hapet direkt një hapje. E vendosëm, e shikojmë pak tani formën dhe çfarë procesi ndodh kur ne i zjem, që peta forcohet, mblidhet dhe ashtu siç është do ta vendosim direkt në ujë të ftohtë dhe përpas në tepsi. Pra, zjem për pak sekonda. Pasi bën ato procesin e vet, siç veprojmë me petët e lazanjës, kur ato i zbusin faktikisht, por ky është tjetër proces, por paka shumë aq është koha që do t'i lëm petët për të marrë nxehtësi për t'u zier. Pavarësisht se janë të holla, ato aty marrin një formë të tillë. Dhe ngjan si plëncë ngjan, kur e vendos tani tek uji ftohtë. E vendosim te uji ftohtë me një sekond. Që ta shikoni, dhe prandaj e bëjmë më tepër, ja. Po më mirë ashtu me dorë, sepse hap dhe më kollaj. Siç e kemi, e kalojmë në një pecet kuzhine. Dhe kështu veprojmë dhe me petët e tjera. Unë filloj e punoj. Tani këtu pasi e pim ujin. Do vendosim. Po. Hop. Pra lë vetëm sa të fajmë pak ujin e tepër, sepse pastaj rrezikojmë që të mos shiko. E marrim dot. Peta duhet të jetë e rudhosur, e tillë. Dhe mbi të shtojmë. Petën e lëm diku këtu që mos të kem edhe unë të kem hapësirën. Shiko si del peta, edhe do bëhet një byrek. Pra provojmë një tjetër shije. I fletëzuar. Po. Hapëm petën e parë, shtruam edhe një shtres nga përzierja jonë me kos, me vezë dhe me djath. Tani do të shkëputemi pak për mesazhin promocional. Vazhdojmë me pjesën e 2, të 3 dhe sa petë të tjera na kanë mbetur në këtë formë. Petë në të nxehtë të ftohtë dhe direkt në
tepsi për ta mbushur. Shkëputemi për pak sekonda, rikthehemi shumë shpejt. Rikthehemi, vazhdojmë të përgatisim byrekun me petë të zjera të mbushur me kozë, vezë dhe djathë. Shohim së bashku dhe një recetën, kemi vendosur ndërkohë petën e dytë për të zjerë dhe për ta shtruar. Për petët, i zëm me 3 gota miell dhe 3 vezë, ndaj dhe kanë të ngjyrën e verdhë, një majlugë krip dhe ujë i vakët sa të formohet brumi. E ndaj më pas në kulaçka, i hapim petë dhe veprojmë sipas këtij procesi. Për mbushjen, djathë të bardhë, vezë po ashtu 3, kosi trash, 3-4 lugë gjalpi shkrir ose vaj. Të dyja, edhe kosi dhe gjalpi, vijnë nga kompania Lufra. I hapim tani dhe petët të tjera. Besoj se duhet të jetë, vetë procesi i parë është pak më i vështirë për ta nxjerrë nga uji i nxehtë, sa të forcohet dhe të vendoset më pas direkt në Pse nuk e vendosim direkt në tava të petën? Sepse ajo do të qëndrojë, para do të ketë shumë ujë dhe e dyta do të qullet. Aty forcohet direkt në ujë të ftohtë. Madje duhet ta ndrojmë përsëri ujin, që ai të jetë vazhdimisht i ftohtë dhe jo të marrë nxehtësia e petëve. Edhe aku po të keni është akoma edhe më mirë. Siç veprojmë me spinaqin, me brokolin. Ja, vendos të petën, edhe heq tjetrën. Dikur, kur isha e re, më pëlqente, kur nëna bënte petët, mamaja, jo gjyshe, mamaja, zhurma e oklajit që jepte në tavolinë, po. Në astagaç besoj. Jo, në tavolinë. Tavolinë. Pra, shife, edhe peta krijon një zhurmë të këndshme. Ja, e kam hapur këtu pecetën. Atëherë, i sekond vijun atje. Lure se o ta ndroj dhe ujnë, e vendos shumë me dorë si që është. Në dorë, po, edhe e shtrydhe dhe pak. Dhe të rudhosur si që është, do ta vendosim tek tepsia. Si që kemi? Bëhet aq e rrëshqitshme, kjo peta kur... Kam edhe një. Tani uji duhet të jetë i ftohtë, kështu që po e ndroj. Vendosi goxha mas. E se s'ka si do të, kjo është problemi. Dale. Mos të shqetësoj fare. E vendose? Ja, edhe mbushjen. Tani vendosi gjalpin, vendosi mirë gjalpin. Dhe s'ka, se s'mëri dora, është nuk... Nena duhet rezultati që do t'jetë një byrek me petë krokante, dhe kjo është një nga mënyrat, pavarësisht se ka dhe mënyrat të tjera. Këtë mënyrë kush e gatuan? Veriu? Kjo është faktikisht një recetë, jo, edhe, jo Veriu, jo. Juglindja e gatuan, goxha, po. Normalisht është edhe në vëndet që janë kufi me ne. Po quhet pet lazanjë. Po, ja i vendosim këtu tek uji i ftohtë. E ndëruam. Mos ju shqetësoj, nëse peta çahet, absolutisht fare mos ju shqetësoj. Ajo në tepsi do të qëndrojë e rrudhur, kështu që nuk na pengon as pak. Sa më shumë qëndron peta, edhe kjo është edhe ideja që ndalojmë pak, aq më mirë është. Bëhet një byrek i fletëzuar. Mjafton të jetë kështu e hapur, le të jetë e grisur. S'ka problem, nuk ka problem. Pak gjalp fillimisht. Këtë unë kam petën, pra, në dy duart kapim, japim pesh dhe të reheqim ansoren që të kemi hapjen e petës. Sigurohemi që të njomen me kos të gjitha petët.
Hop, e vendos këtu. Duket e hop, pastaj kur vendoset aty, plotësohet, trashet më shumë. Tani, kjo është e fundit. Një dhe peta e fundit. I lëm ato si që janë. Kose dhe vezë djath dhe për një shtres e kemi. Kjo do t'jetë peta që do t'a mbuloj. Peta e fundit do t'jetë e zirë, apo do t'jetë njësoj si peta e që shtrua me bazës? Tani, urdhëro që të mere mund me petën. Dhe hapet pak me madhe peta e fundit. Tu, direkt në ujë të ftohtë. Pësë është edhe në zetë. Tani kjo peceta është shumë e lagur, po me gjitha të na shërben sa do pak që të kulloj ujë i tepërt. Opa. Pengon u klaja. Mbaruam me petët. Hedh gjithë masën. Një petë e verdh, një miell i duhur, op. Si është kjo punë? Është gati. Një sekund. Kemi gati se janë nga gjitha fusha petët din vajzat, o, djersa në balli undrin. Mulodhe mëj, mulodhe mëj. Po do të bësh dhe byrek të vështirë. Po, normal. Shika kosa, s'ka. Tani? Petën e fundit e vendosim Ja, e tillë. të madhe, të rrudur, sa të është e verë për shkak të pranisë dhe të vezëve. Sërish do t'i shtojmë edhe gjalpin. Dhe do presim të shohim rezultatin në fund, pasi ta kemi pjekur. Të shikojmë se çfarë diferencë sa i veçantë është nga byrekët e zakonshme, ne jemi mësuar të gatuajmë byrekur me kozveze dhe djath, duke i hapur petët në mënyrë të zakonshme, me apo pa kulaçka, por këtë herë vepruam paksa më ndryshe për të provuar një shije tjetër, një formë tjetër gatimi. Për ta përmirësuar tani bashkë me furçën i spërkasim për të qëndruar akoma. Direkte në furrë të parangrohur, na. Pate 200. Ne do vendosim për të pjekur, ndërkohë sistemojmë tryezën për të kaluar tek receta e radhës, por më parë ka publicitet, ka reklama, rikthehemi për pjesën tjetër. Çfarë gatuajmë? Një supë me miell misri dhe me mëlçi, me të brendshme të baktisë. Okej. Ndërkohë byreku në furrë direkt për të pjekur.